Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot është 19 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 19 mars dhe do të kthehemi në vitin 721 para erës son. Babilona si të regjistruar një nga eklipset më të hershme të njohura, një moment që do të ndikonte në zhvillimin e astronomisë. Shekuj më vonë, në vitin 1687, eksploruesi francez René Robert Cavelier, i cili kishte kërkuar rrugë të reja në Amerikën e Veriut, u vra nga njerëzit e tij gjatë një ekspedite në Teksas. Historia vazhdon me një tjetër moment të rëndësishëm. Më 19 mars 1915 në ujërat e Dardaneleve, një flotë e fuqishme britanike dhe franceze u përpoq të thyej mbrojtjen osmane, por u përball me një rezistencë të ashpër që do të çonte në një nga betejat më të përgjakshme të luftës së parë botërore. Ndërkohë, në një tjetër cep të botës, në vitin 1932, Australia përjetoi një moment historik me hapjen e Sydney Harbour Bridge, një nga urat më ikonike në botë. Më vonë në vitin 2003, tensionet ndërkombëtare u rritën kur presidenti amerikan George W. Bush i dha Saddam Husseinit një ultimatum 48 orësh për të lënë Irakun, një paralajmërim që do të shënonte fillimin e luftës së Irakut. 19 marsi është dita 78 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 286 ditë. Ngjarje. 1279. Dinastia Song e Kinës imperiale përfundon me fitoren mongole në betejën e Yamenit. 1687. Kërkimi për burimin e lumit Mississippi, drejtuar nga eksploratori francez Robert Chevalier de La Salle, përfundon me vrasjen e tij nga të punësuarit e vet në Teksas. 1915. Planeti Plutonit fotografohet për herë të parë 15 vjet përpara se të zbulohej përfundimisht nga Cloyd Tombaugh në observatorin e Lowell. 1932. Inaugurohet Sydney Harbour Bridge, ura e portit të Sydney. 1982. Fillon lufta e ishujve Falklands me pushtimin e Gjeorgjisë Jugore nga Argentina. 2003. Presidenti i SBA-s George W. Bush urdhëron fillimin e luftës në Irak. Në të njëjtën vit, por në ditë të ndryshme, u lindën njerëz që të ndryshonin rrjedhën e historisë. Në vitin 1813, eksploruesi dhe misionari skoncez David Livingstone erdhi në jetë duke u bërë një figurë kyçe në eksplorimin e Afrikës. Në vitin 1848, në perëndimin e egër lindi Wyatt Earp, ligjvënëse dhe legjenda e famshme e dueleve me armë. Shekuj më vonë, arti mori një tjetër dimension me lindjen e Joseph Albers në vitin 1888, një piktor dhe teorician arti që do të zhvillonte botën vizuale. Në botën e kinemas, Glenn Close lindi në vitin 1947, duke u bërë një nga aktorët më të vlerësuar të epokës moderne. Po ashtu, në vitin 1955 erdhi në jetë Bruce Willis, aktori që do të shndrojë në ikonën e filmave aksion. Lindje. 1813. Lindi David Livingstone, udhëtar skocez. 1875. Lindi Dhimitër Tutulani, nënshkruesi i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë. 1900. Lindi Frédéric Juliet Curie, fizikan francez. 1943. Lindi Mario Monti, politikan italian. 1955. Lindi Bruce Willis, aktor amerikan. 1976. Lindi Alessandro Nesta, futbollist italian. Por si çdo ditë tjetër dhe 19 mars është gjithashtu një ditë kur historia ka humbur figura të rëndësishme. Në vitin 1286, mbreti skocez Aleksandri III ndroi jetë duke lënë pas një periudhë të trazuar për Skocinë. Shekuj më vonë, në vitin 1687, bota humbi eksploruesin La Salle, të vrarë nga njerëzit e tij. Në fushën politike, në vitin 1930, ish-kryeministri britanik Arthur Balfour u nda nga jeta, një emër i njohur për politikën e tij që ndikoi edhe në krijimin e shtetit të Izraelit. Në botën e shkencës, Louis de Broglie, fizikanti francez fitues i çmimit Nobel, vdiq në vitin 1987, duke lënë pas kontribute të mëdha në mekanikën kuantike.
Ndërsa në botën e teknologjisë, Andy Grove, ish CEO i Intel dhe një nga njerëzit që zhvilluan industrinë e kompjuterëve, u nda nga jeta në vitin 2016. Vdekje 1949. Vdik Vicenc Prenushi, shkrimtar shqiptar. Tani u ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Ananasi kultivohet kryesisht në vendet e Amerikës Jugore. Vlerat ushqyese. Ananasi ka shumë vlera ushqyese. Ai është i njohur veçanërisht për efektet pozitive që ka për tretjen, me efekte të mrekullueshme kundër celulitit. Edhe pse është i ëmbël, fruti përmban pak kalori, ndaj është dhe shumë i përshtatshëm edhe për dietat me pak kalori. Është i pasur me ujë dhe ka karbohidrate në formën e sheqerit, sidomos glukoz, saharoz dhe fruktoz. Ananasi është i varfër me fibra, ndërkohë që është burim i vërtet i vitaminës C dhe potasiumit e magnezit. Ai është i pasur me bromelin, një bashkim enzimash që kryen një funksion të rëndësishëm tretjeje dhe stimulojnë metabolizmin. Për bukurinë, ananasi ka cilësi të mira kundër rrudhave dhe shpesh përdoret në kozmetik, duke shfrytzuar cilësitë hidratuese dhe zbutëse në përgatitjet për produkte që zbusin dhe pastrojnë lëkurën. Cilësia më e njohur e ananasit është fakti që është antiinflamator dhe fal bromelinës eviton grumbullimin e lëngjeve të tepërta. I pasur me vitamin C, ananasi përdoret zakonisht për të trajtuar ftohjet. Ai përmban një sasi kolosale të vitaminës C. Kjo është një vitaminë e tretshme në ujë që luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit, rrit imunitetin dhe promovon një shërim të shpejtë. Fal vitaminës C, ananasi ndihmon për të hequr ftohjet dhe forcon sistemin imunitar. Fibra dietike që gjendet tek ananasi ul nivelin e glukozës në gjak. Diabetikët kanë parë përmirësime në nivelin e sheqerit në gjak. Kështu, ngrënia e ananasit në pjesë të arsyeshme promovon prodhimin e insulinës në sasinë e kërkuar, e cila, nga ana tjetër, lehtëson rrjedhën e diabetit dhe ndihmon në përmirësimin e gjendjes së pacientit. Trajtojnë sëmundjet kardiovaskulare. Ananasi ndihmon në ruajtjen e shëndetit të zemrës dhe për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, kaliumit dhe vitaminës C. Të gjitha këto vitamina luftojnë në mënyrë aktive viruset, infeksionet, duke hequr të gjithë elementet e panevojshëm nga trupi. Lëngu i ananasit është treguar se ndihmon në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve koronare të zemrës. Përmbajtja e lartë e kaliumit në ananas ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut, forcon enët e gjakut. Vitamina C, bromelina dhe acidet organike janë përforcues të shkëlqyeshëm për kapilarët e brish dhe problematik. Trajton astmën. Ananasi përmban një element të tillë gjumë si beta-karoteni, ndihmon në zvogëlimin e rrezikut të zhvillimit të astmës. Përveç kësaj, ajo ka një efekt pozitiv në trup dhe kështu ndihmon në lehtësimin e inflamacionit dhe eliminimin e sulmeve të astmës. Shëron mëlçin. Mëlçia konsiderohet laboratori i trupit dhe është një nga organet vitale përgjegjëse për shndërrimin e ushqimit në lëndë ushqyese. Për të ndihmuar mëlçin të kryejë këtë funksion, mjekët këshillojnë të shtojnë ananas në dietën tuaj. Nëse që konsumojmë rregullisht këto fruta, nuk ka probleme me sheqerin në gjak. Ananasi kontribon jo vetëm në funksionimin e duhur të mëlçisë, por edhe në funksionimin e pankreasit. Fal ananasit, niveli likopogjenezës rritet. Me fjalë të tjera, ndodh prishja e ushqyesve të grumbulluar në formën e yndyrës dhe rreziku i obezitetit zvogëlohet. Ananasi mund t'ju ndihmojë të kontrolloni peshën tuaj dhe të promovoni qarkullim të shëndetshëm, duke zvogëluar rrezikun e goditjes në tru. Ananasi përmban fibra të cilat ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të sistemit tretës. Përveç kësaj, fibrat ndihmojnë në pastrimin e trupit nga toksinat, largojnë kolesterolin e tepërt nga trupi. Përdorimi sistematik i ananasit ndihmon në përmirësimin e lëvizshmërisë së zorrave dhe eliminimin e kapsllëkut.
forcon indet kockore. Vitamina C në ananas kontribon në prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni nga ana tjetër siguron elasticitet në ligamentet, forcon indet e kockave dhe kërcit. Ananasi është i pasur me mangan dhe kalium, të cilat ndihmojnë në rritjen e kockave. Përveç kësaj, ananasi forcon mishrat e dhëmbëve, forcon smaltin e dhëmbëve. Përmirëson veshkat. Që veshkat të funksionojnë siç duhet, lëngu e ananasit është thelbësor. Fakti është se ajo ka një efekt diuretik. Ai largon lëngun e tepërt nga trupi dhe zvoglon ëndjen. Pija normalizon nivelet e kolesterolit në gjak. Rregullon funksionalitetin e gjendrës tiroide. Ananasi përmban jod, i cili është thelbësor për funksionimin e gjendrës tiroide. Përdorimi i këtij fruti ndihmon në rregullimin e aktivitetit të gjendrës tiroide. Redukton peshën. Vitamina B1 që gjendet në ananas është një ndihmë e madhe për humbjen e peshës. Përveç kësaj, një sasi e madhe uji dhe kaliumi në ananas ju lejon të hiqni nga trupi juaj ujin e tepërt, por edhe toksinat. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për legjendën e aksionit Bruce Willis. Më 19 mars 1955, në një qytet të vogël ushtarak në Idar Oberstein të Gjermanisë Perëndimore, lindi një djalë që do të bëjë një nga ikonat më të mëdha të kinemas botërore. Bruce Willis, i biri një ushtari amerikan dhe një nënë gjermane, ajo shprëngul me familjen e tij në Shtetet e Bashkuara që në fëmijëri, duke u rritur në qytetin e vogël të Carneys Point, New Jersey. I rritur një familje modeste, Bruce nuk kishte menduar kurrë se një ditë do të bëjë një yll i Hollywoodit. Në rinin e tij, Willis përballej me probleme të mëdha, belbëzimin, por zbuloi një sekret që të ndryshonte jetën e tij kur performonte në skenë belbëzimi i zhdukej. Ky zbulim e shtiu drejt teatrit dhe aktrimit, duke u regjistruar në Montclair State University për të studiuar artin dramatik. Megjithatë, ai e praktisi shkollën për të ndjekur ëndrrën e tij në New York, ku punoi si roje sigurie dhe kamarier derisa të gjente rolin e tij të parë. Fillimi i viteve 80 e gjeti Bruce Willis duke luftuar për një vend në industri, por fati u buzëqesh në vitin 1985 kur fitoi rolin kryesor në serialin televiziv Moonlighting. Sharmi i tij natyrshëm, batutat e shpejta dhe kimia me Sybil Shepherd e bën shpejt një yll të ekranit të vogël, por suksesi vërtet do të vinte në vitin 1988 kur ai mori rolin e John McClane në filmin Die Hard. Filmi që rrëfente historinë e një polici të thjeshtë të New Yorkut që përballej me terrorist e shndroi Willis në një ikonë të aksionit. Ndryshe nga heronjtë klasik të filmave aksion, McClane ishte një njerëz i zakonshëm, sarkastik dhe plot humor. Një nga momentet më të paharrueshme të karrierës së tij erdhi në vitin 1999 ku ai luajtur në filmin The Sixth Sense. Ky thriller psikologjik, me një nga kthesat më të rënditse në historinë e kinemas, tregoi se Willis nuk ishte vetëm një aktor aksioni, por një interpretues i jashtëzakonshëm me një gamë të gjerë emocionesh. Në vitet e mëfonshme ai vazhdoi të interpretojë në projekte të mëdha si Sin City, Red dhe rikthemet e Die Hard, duke mbetur një nga figurat më të dashura të ekranit. Megjithatë, në vitin 2022, familja e tij njoftoi se Bruce Willis u largoi nga aktrimi për shkak të një sëmundje neurologjike të quajtur afazi, e cila ndikonte në aftësinë e tij për të folur dhe komunikuar. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e Sabri Feyzullahut, i cili është një aktor, këngëtar dhe politikan nga Kosova. Ai ka lindur në Besian më 16 shtator të vitit 1947. Në vitin 2002, ai ishte deputet i PDK-s në Kuvendin e Kosovës. Sabri Feyzullahu i takon gjeneratës së vjetër të këngëtarëve, i cili ka arritur që edhe në kohën e re të zëvendin e tij në muzikën argëtuese të Kosovës, por edhe më gjerë. Ka fituar 18 okarina të arta në akordet e Kosovës, ka incizuar 800 këngë, ka marrë pjesë në shumë festivale dhe ka fituar çmime brenda dhe jashtë vendit. Sabri Feyzullahu gjithashtu ka luajtur në disa filma. Ai ka luajtur në serialet Kur pranvera vonohet dhe Autobusi, po ashtu dhe në komedin Qesh e Ngjesh. Në filmografinë e tij gjenden mbi 20 filma, shumica të zhanrit komedi. Karakteristike xhirimeve filmike të këngëve të Sabriut është përdorimi i tyre për të fuqizuar këngën që ai këndon. Sabri Feyzullahu është i martuar dhe ka 4 fëmijë. Ai ka 2 vajza dhe 2 djem. Gruaja e tij quhet Nervixhan Feyzullahu.
Ai ka mbaruar studimet e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin Filozofik, si dhe aktrimin në Fakultetin e Arteve të Bukura. I biri i tij, Ermal Feyzullaho, është një këngëtar i njohur në zhanrin pop dhe popullor. Ai ka gjithsej 14 albume, deri më tani dhe 6 videokaseta të aktruara në rolet e tij dhe me videoklipet të tij. Do të vijmë me rubrikën Kuriozitete dhe sot do të flasim për një titull kuriozitet mbi astronominë. Në pafundësinë e universit ekzistojnë shumë lloje yjesh me karakteristika të habitshme, por disa prej tyre janë vërtet të jashtëzakonshëm. Një shembull i tillë është Eris Puppis, një yll i tipit Cepheid që ndodhet rreth 6500 vite dritë larg në yllsinë Puppis. Ky yll ka një veçori unike, ai pulson në mënyrë të rregullt, duke u zgjeruar dhe të kurrur në intervale të parashikueshme, njësoj si rrajet e një zemre. Yjet Cepheid janë në kategori e veçantë e yjeve variabël, që do të thotë se ato ndryshojnë rregullisht shkëlqimin e tyre për shkak të proceseve të brendshme fizike. Këto yje kanë një ritëm të saktë të pulsimeve ku zgjerohen dhe të kurren në mënyrë ciklike, duke bërë që ndriçimi i tyre të rritet dhe të ulet në intervale të qëndrueshme kohore. Eris Puppis, një nga më të ndritshme të këtij lloji, ka një periudhë pulsimi prej rreth 41 ditësh, gjatë së cilës ai bëhet më i ndritshëm dhe më i errët në një model të përsëritur. Ky fenomen ndodh sepse graviteti dhe presioni i rrezatimit të brendësisë të yllit janë një luftë vazhdueshme kur graviteti përpiqet të tkurrë yllin, rrezatimi e zgjeron atë, duke krijuar këtë efekt pulsimi. Remotit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 19 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira të dendura dhe reshje në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat juglindore priten reshje të dobta bore. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët me reshje të dobta shiu në zonat qendrore dhe bregdetare, ndërsa në zonat malore do të ketë reshje bore. Pasditja vijon me mot të vranët dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 11 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 8 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 14 gradë Celsius, Berat 9 deri në 15 gradë Celsius, Korç 1 deri në 5 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius, Sarandë 8 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 19 mars 2000. Territori i Kosovës për datën 19 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 0 deri në 9 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 8 gradë Celsius,
Skënderaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Pej 2 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 11 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 9 gradë Celsius. Suharek 1 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë do rishemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë miru takofshim.